Alianca Kosovare e Biznesit Zyra Rafshit të Dugaxhinit kanë reaguar fuqishëm kundër vendimit të Zyrës së Rregullatorit për Energji për daljen e bizneseve nga furnizuesi universal dhe rritjen e tarifave. Kryetari AGB-s për Rafshin e Dugaxhinit, Argjend Fetau, thotë se nëse nuk anullohet dhe pezullohet vendimi, ata do të organizojnë protest me bllokim rrugësh. Në atë kohë kemi pasur 16 operatorë të cilët do të ofrojnë për 1300 biznese do të ofrojnë shërbime me një kostur më të lirë, ndërsa tash në dalë kundërta, sepse nuk kemi 16 operator, por kemi vetëm një operator, i cili operator ka dalë më i shtrajt se sa Kesku. Dhe është vendimi i njëjtanshëm i zyrës, i cili bën ndesh me vetveten dhe me kushtet të cilat i ka, me bizneset kemi ardhur, nëse nuk mirën parasysh këto tema të cilat ne kemi ngrit, ne do të bëjmë protesta. Protestat mund të eskalojnë, e them kushtimisht në thojza, të cilat mund të jenë me mjete motorike, bllokim të rrugëve, qarkullimit rrugor dhe të gjitha, derisa zyrëja në merr parasysh si komunitet i bizneseve. Fetau thotë se vendimi i zyrës është i njëanshëm dhe me rritjen e tarifave të energjisë sipas tij 1300 biznese do të kenë humbje mbi 50 milion euro në vit. 1300 biznese që janë mbi 50 punëtor do të kenë humbje mbi 50 milion euro në vit. Mbi 50 milion euro në vit. Dhe ne si OKB kemi quar kërkesa, kemi bërë jemi përnëcuar për mediat të gjitha, por po ndoku nuk kanë marrë parasysh. Sipas zyrës së AKB për Rafshin e Dugaxhinit, ata do të jenë gjithmonë pranë bizneseve dhe nuk do të heshtin përballë padrejtësive.